Pas paralajmërimeve të sinoptikëve se së shpejti do të bjerë bora e parë nga sektori punëve të brendshme Tetov, kanë përsëritur apelin për përgatitjet dimërore, si dhe kujdesin që duhet të bëjnë drejtuesit e automjeteve për rregullshmërinë teknike të automjetit dhe shpejtësinë e qarkullimit. Nga ky nivel përkujtojnë gjobat e larta për ata persona juridik, të cilat nuk do të bëjnë pastrimin e borës para objekteve ku punojnë, si dhe për ata që janë të angazhuar nga ana e pushtetit lokal për të marrë me pastrimin e hapësirave publike në kushte dimërore. Pas hyrjes në fuqi të ligjit që detyron mbajtjen e pajisjeve dimërore nga sektori i punëve të brendshme Tetov, kanë rritur aktivitetet e kontrollit për të vërtetuar nëse drejtuesit automjeteve po treguan të kujdesshëm ndaj këtij urdhri. Meqense sinoptikët po paralajmërojnë edhe rreshjet e para të borës brenda kësaj jave, nga ky nivel i përkujtojnë qytetarët për obligimet ligjore për pastrimin në kohë të borës para objekteve ku banojnë dhe firmave ku ushtrojnë veprimtaritë e tyre. Në pajtim me ligjin për pastërti publike, personat juridik, pronar të objekteve, të cilët nuk do të sigurojnë pastrim të rregullt dhe kualitativ të borës nga vendet publike para objekteve të tyre, do të përballen me gjoba nga 500 deri më 1000 euro, si dhe 100 euro për personin përgjegjës të objektit, thuhet në komunikatën e lëshuar nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Gjoba në vlerë prej 2000 deri më 3000 euro në kundërvlerë të denarit është parapare dhe për personat juridik të cilët nga pushteti lokal janë të autorizuar për mirëmbajtje dimërore të hapësirave publike dhe nuk e pastrojnë borën, si dhe akullnajet nga hapësirat e këtilla. Nga ky nivel apelojnë edhe tek pronarët autolarjeve në Gostivar që të mos e lëshojnë ujin në rrugë, sepse gjatë uljes së temperaturave në mëngjes dhe në mbrëmje rrezikon të formohet një shtresë holl akulli, e cila është e mjaftueshme për të shkaktuar aksidente të shumta si pasojë e rrugës së rrëshqitshme. Si pjesë të përgatitjeve dimërore, policia apelon tek drejtuesit automjeteve që të shikojnë rregullshmërinë teknike të veturave të tyre dhe nëse udhtojnë nëpër destinacione turistike malore të jenë maksimalisht të kujdesshëm, të mos përdorin alkool, si dhe të mos ungasin automjeteve të tyre me shpejtësi më të lartë se ajo që mundsojnë kushtet e rrugës.